Erdhi për të bërë një kontroll rutinor, por e sëmura me kancer, këtu humbi diçka të vlefshme. MG nga Dobreva erdhi të kontrollohej në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Fushë Kosovë të shtunën e 11 korrikut, por fjalët e rënda që bashkëshorti i saj pretendon se ja tha një infermiere, bën që ajo të harronte kuletën aty. Kuleta ju kthye ende pa kaluar një orë, por jo me të gjitha gjërat që kishte pasur brenda. Bashkëshorti i saj AG tha për Kiks Kosovën se në kuletën e 38 vjeçares mungonte një unaz ari, të cilën ajo e kishte dhurat nga fëmijët e saj. Në shtunën 15 ora ka pas me bu një EKG, se konë smut, se është me kancer CO. Gjatë kontrollit e një motër ka thonë që për bën kontrolla për tutës që për desa, edhe në bas kontrolës e ka harru kuletën ato, është humb një unaz 5 herë, mrena 40 minuta, pe infermierit ka shku te polici, pe polici tjetër ka ardhur në qepaktore ku kem lokalina. Edhe mungon unaza është dhurat, fëmija që ja kam ble, vlera 450 euro, ju kisha lutë që morrin mosa drejtoresha, ministria, policia që të zbardojnë këtë rast. Sipas time që i gjithë stafi ka qenë aty, bashkëshortja e tij nuk mund të akuzojë askënd për vjedhjen e unazës. Këshyrëm veç kash, do morrëm mosa dhe jena t'i prit, për këtë arsye kom thirr edhe gazetar që mos më ndodh dikujt tjetër sa ajo unazë më nuk gjindi, daj që e ka marrë se kthen atë unazë, po veç që me morë mosa që mos t'i ndodh dikujt atje. A ka ndonjë person që është i dyshum, me kën ka pas më shumë kontakt ose kush ka qenë më afër që ka mujt me marr? Komplet stafi atë, edhe s'mujna me akuzu kërkonisht kush e ka marrë. Rastin 38 vjeçaria e ka paraqitur në polici, megjithatë bashkëshorti i saj nuk ka shpresa që unaza do të gjendet. Jo, s'presim që ku më gjeta, se kthen kërkush atë unazë, kush e ka marrë se nuk e qet veten ajn, po e kena thirr gazetar që me morë mosa ministria, drejtoresha që mos më ndodh të ardhmen dikujt tjetër. Për këtë rast, Kiks Kosova ka kontaktuar edhe me drejtoreshën e ÇKMF-s në Fushë Kosovë, Xhefsere Simnica. Pavarësisht insistimit për të marrë sqarime lidhur me rastin, ajo ka refuzuar të përgjigjet, duke thënë se me rastin po merret policia. Jo, se rasti është në policia dhe s'kem që diskutojmë ati. Po, veç a mundesh me më tregua, është intervistu dikush edhe a ka kamera në QMF? Rasti është në polici, nëse mendojnë policia që mu intervistu dikush prej stafit, vine intervistojnë. Deri tash nuk është intervistu askush, a? Rasti është në polici, po thëmë, s'kem që me diskutum ati. Te kuptoj që është në polici, veç po du me dita është intervistu dikush prej stafit, edhe... Nëse mendojnë policia që do të më ardhë, ata normal. Lira është hapur për të gjithë. A ja keni ofru policisë edhe pamjet e kamerave, a ka që më thoja pamje? Ka policia, gjitha i kanë morë. Sipas përgjigjes së policisë me urdhër të prokurorit kujdestar është iniciuar shënim zyrtar dhe rasti është në proces të hetimeve. Ju informojmë se me datë 12 korrekt 2026 me urdhër të prokurorit kujdestar është iniciuar shënim zyrtar në drejtim të veprës penale, shpërdorimi pasurisë së huaj. Rasti është në proces të hetimeve, hetuesi i lëndës është duke ndërmarrë veprime hetimore, andaj në këtë fazë të hetimeve nuk mund të japim informacione të tjera. Me këtë arsyetim nga policia nuk janë përgjigjur nëse zyrtari policor, të cilit infermieri ja ka dorëzuar kuletën, ka përpiluar raport zyrtar se çfarë ka pasur brenda kuletës kur ajo është dorëzuar në polici, e as nëse është intervistuar dikush nga stafi i ÇKMF-s lidhur me këtë rast.